Bashkia e Lushnjës gjithmonë ka investuar në rrugët e qytetit, por kishte lënë pasdore vendosjen e rampave. Personat me aftësi të kufizuar në kamerën tonë disa herë janë ankuar që pushteti vendor ishte indiferent ndaj kërkesave të tyre dhe nuk ishin vëmendjen e bashkisë për të krijuar lehtësira në lëvizjen komode të kësaj kategorie të shoqërisë. Prej disa ditësh, ndërmarrja e pasurive publike pranë bashkisë po bën ndërhyrje tek rrugët ku janë pozicionuar vijat e bardha për kalimin e kalimtarëve, duke vendosur rampa për kalimin e sigurt të personave me aftësi të kufizuar, që ndeshin vështirësi dhe kufizim të aktiviteteve ditore dhe jo vetëm. Kjo zgjidhje është e një rëndësie jetike pasi u garanton dhe u lejon njerëzve me karrige me rrota, me paterica ose me karroca për fëmijë të lëvizin në mënyrë autonome dhe pa pengesa. Përveç kësaj, ato janë një masë e rëndësishme sigurie për të parandaluar aksidentet pasi parandalojnë rënjen dhe lëndimet. Gjatë xhirimeve të punimeve për vendosjen e rampave me kamerën tonë, vu më re që vijat e bardha te kryqëzimi i madh Y-it mungonin. Pas riparimit të rrugës, nuk janë vendosur vijat e bardha të cilat në mungesë të semaforëve në qytet janë shumë të rëndësishme për kalimin e sigurt të këmbësorëve.